Pas zhurmës që krijoi me konfirmimin e marrëdhënies së tij të re, aktori i njohur i humorit Best Kallaku ka ndarë me ndjekësit një tjetër imazh me kuptim të thellë. Vetëm pak ditë më parë, Besi pushтой rrjetin me një foto ku shfaqeshin dy duar të lidhura ngushtë, ndërsa në para krahun e tij ishte dukshëm i shkruar emri e Jona dhe data 25/12/2025, duke shënuar kështu fillimin e një kapitulli të ri pas ndarjes nga Xhesila Mirtezaj. Në postimin më të fundit në Instagram, aktori ka zgjedhur një citat biblik për të përshkruar gjendjen e tij shpirtërore. Përmes një fotoje bardhëzi, ku duket i qetë dhe duke buzëqeshur, ai ka cituar Psalmin 30:11, ti më ke kthyer vajtimin e valle, më ke hequr rrethin e fatkeqësisë dhe më ke mbushur me gëzim. Ky dedikim duket të pasqyrojë qartë periudhën që po përjeton Besi, i cili po lë pas vështirësitë e ndarjes dhe po gjen lumturinë pranë partneres së tij të re. Data 25 dhjetor e vitit të kaluar duket se ka shënuar një moment kyç për aktorin, i cili tani nuk kuron ta shprehë për mirënjohjen për këtë gëzim të ri në jetën e tij. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.